Mirë se erdhët në programin e ri. Ky program do jetë i fokusuar shumë në rritjen muskulare dhe në argjimin sa më shumë të kalorive. Çfarë ka ndryshe ky program? Në këtë program do të kemi pak më shumë volum. Ushtrimet nuk do jenë të komplikuara, pra të vështira për të bërë, por që do marrin intensitet dhe ngarkesë shumë të madhe. Me këtë program synoj që realisht të arrijmë rezultate të jashtëzakonshme. Ajo që do ju kërkoja është që ta bëni programin edhe kur të ndjeheni të lodhur, edhe kur të ndjeheni të mërzitur, edhe kur mos keni fuqi, të mos hiqni dorë, sepse ditë për ditë, pak nga pak do të arrijmë rezultate të jashtëzakonshme. Edhe nëse nuk mundeni, edhe nëse nuk ja dilni dot, mundohuni sa më shumë që të bëni, edhe nëse nuk e bëni 100% sakt. Shikojini videot, mundohuni të më ndiqni mua. Nuk do të thotë që të më ndiqni në 100% sepse është e vështirë që realisht t'i bëni ushtrimet në perfekcion, por qëllimi është që të kuptoni ushtrimin dhe të mundoni ta bëni sakt nga seanca në seancë. Ajo që do bëj në këtë program është që do mundohem që të shikojmë progres. Pra, nga java në javë të arrijmë të bëjmë më shumë. Është shumë e thjeshtë për mua që të bëj ushtrime të ndryshme, ushtrime të larmishme, ushtrime të bukura, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që të keni progres. Progresi vjen nëse bëni të mirë tek një gjë dhe shikoni që keni rezultate më të mira nga hera e kaluar. Do mundohem të bëj video her pas here për t'ju shpjeguar ushtrime apo për t'ju motivuar që ju të mos humni ritmin gjatë rrugës. Ajo që nga eksperienca ime që kam parë me grupet e mëparshme është që e nisin mirë, e nisin bukur dhe rrugës fillojnë e humbin, fillojnë dorëzohen, fillojnë e lejnë. Nuk e di për çfarë keni ardhur, për të humbur peshë apo për të tonifikuar, por në të dyja rastet, si të humbësh peshë dhe të tonifikohesh, nuk mjafton vetëm ushtrimet dhe nuk mjafton vetëm regjimi ushqimor. Qëllimi i njeriut është të lëvizë, jetëgjatësia, mirëqenia vjen nëse ne lëvizim, nëse ne jemi aktiv dhe nëse ne arrijmë të përmirësohemi duke arritur masën muskulare, duke arritur metabolizmin dhe do shikoni që shëndeti juaj dhe fuqia dhe energjia dhe çdo parametër tjetër do rregullohet menjëherë. Kështu që për çdo gjë që keni, çdo paqartësi, le të flasim në grupin e eksperiencës dhe le t'ja dalim së bashku për të arritur qëllimin. Unë e di që kushdo mundet, mjafton ta ketë ndarë mendjen këtu.